Pabarazia ekonomike është shtelluar në Britaninë e Madhe edhe përgjatë vitit të kaluar. Një analizë Equality Trust, agjenci që merret me analizimin e të ardhurave dhe shpërndarjes së tyre në popullat, vëren se 50 familjet më të pasura britanike zotërojnë më shumë se gjysmën e pasurisë së vendit. Sipas analizës, numri i miliarderëve në Mbretërinë e Bashkuar është rritur ndjeshëm, nga 15 që ishte në vitin 1990 në 165 në vitin 2024 dhe po me këto ritme është rritur edhe pabarazia me shpërndarjen e të mirave. Sipas analizës, 50 familjet më të pasura britanik zotërojnë në total pasurinë në të njëjtin nivel sa 34 milion banor të vendit. Prona, trashëgimia dhe financat përbëjnë mbi gjysmën e totalit të pasurisë aktuale të miliarderëve. Analiza kritikon edhe sistemin e taksave, duke theksuar se ndër vite miliarderët kanë lobuar pranë qeverive për të favorizuar veten dhe për të paguar më pak. Ekspertët e Equality Trust sugjerojnë vendosjen e një takse 2% për miliarderët, që sipas llogaritjeve të tyre do të siguronte 6 miliard pound të ardhura vjetore që mund të përdoren për stresat vulnerabël të shoqërisë.